që qytetarët mos din, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serios. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci, keni renditur vendime, qeverie, tjere me radhë. Kurse, për sa u përket performancës, të gjitha janë trillime. Të gjitha nxirren nga një figurë, nga Edi Rama dhe Lubia. Çoje ku të duash ti atë? Që të kapë dhe ty për si sklav. Pa jo mbetet krye hajdute e shqiptarëve pas Edi Ramës. Dhe tani, raporti nuk miratohet. Raporti duhet lexohet këtu dhe mbi bazën e raportit të lexuar të Këshillit Ministrave të bëhen diskutimet dhe pastaj të votohet rezoluta. Ju krijoni agjendën si mas qefit tuaj, por nuk është kështu. Si ka mundësi të diskutojmë për një raport që nuk e din qytetarë se çfarë është? Pse ja u fshini qytetarëve raportin ju? Pse ja u fshini qytetarëve raportin? Cili është? Sepse keni mbushur me mashtrime, të dashur qytetarë, e kanë mbushur fund e krye me mashtrime. Nuk guxojnë të dalin zot raportit. Skandal! Nuk arrini gjerë këtu. Keni detyrim ndaj qytetarëve të dalë këtu, të lexohet raporti, me qenë se përfundoni ju lutem. po tani, si të përfundoj unë, kur ju kërkoni të diskutohet për një raport që nuk din qytetarë se çfarë është? A e mendoni ju se çfarë kryeni këtu? A e mendoni? Si mund pranosh ti një gjë të tillë, zoti kryetar? Të flasit për integrimin, një raport të tërë dhe s'ke një fjalë, qytetarët nuk dinë ç'është thënë. Çfarë jeni ju, më thonë? Shpel mafje? Po. Dhe ju që po më shih flatje do të bëj një pyetje këtu. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Cila është arsyeja? Përfundoni ju lutem.